Fieri është qyteti i tretë ku ngrihet Albanian University. Ky tempull i dijes, i cili që në vitin e parë të krijimit të tij në vijim, vuri në qendër të jetës akademike promovimin e produktit intelektual dhe shkrirjen e mësimit me kërkimin shkencor. Universiteti i Fierit ka hapur auditorët fillimisht për të bërë prezantimin student-pedagog dhe pas një jave akomodimi, nis viti i ri akademik edhe në qytetin e Fierit. Pasi inauguruam Universitetin e Beratit, që një sukses i jashtëzakonshëm me impakt jashtëzakonshëm publik, menduam të investojmë dhe në Fier, pasi ky qytet kaq i madh e meritonte të kishte një godinë neoklasike. Periudha antike është nga të paktat momente ku Shqipëria lidhet me të, dhe mendoj që kjo godinë neoklasike do t'i ndryshonte pamjen e qytetit, mendjen dhe jetën e këtyre njerëzve. Data e fillimit të vitit të ri akademik është shtyr pasi janë të shumtë studentët që kërkojnë të regjistrohen në filialin e tretë të Albanian University. Çfarë dike keni zgjedhur? Administrim biznesi. Si pikërisht në këtë universitet të ri? Më duket shumë e mirë sepse i plotson parametrat. Ka kohë që Fieri nuk ka universitet edhe duhet një universitet i tillë. Tashmë hapja e këtij universiteti në Fier nuk është një lajm i ri, pasi banorët e dinë prej kohësh që në qytetin e tyre po punohet natë e ditë për ndërtimin e një godine madhështore, banesë e dijes. Ne sjellim të godinë e 8 kolonat e Apollonisë dhe me Akropolin Helenik, më thënë që t'i themi perëndimi që ne jemi të ngjashëm me ju, sepse ne mendojmë ashtu si ju ke vlerat e demokracisë, ligjit dhe lirisë, sepse këto godina tregojnë se këtu ka një shtet formim, ka një periudhë të munguar të neoklasicizmit që ne sjellim tani në këto momente me Universitetin e Beratit, Fierit dhe Tiranës, që do bëjmë së shpejti. Universiteti i Fierit operon me programe bachelor, programe master shkencore e profesional dhe shumë shpejt do të ofrohet mundësia e një cikli të tretë të studimeve, atyre doktorale. Si një universitet privat, me tarifa shtetërore, si dhe me një mision të rëndësishëm publik, Albanian University, filiali Fier, stimulon studentët në zhvillimin e ulëmtimeve dhe reflektimeve për çështjet e rëndësishme të komunitetit kombëtar dhe ndërkombëtar, nëpërmjet një arsimimi cilësor dhe programeve moderne të studimit. Ne ofrojmë mundësinë për studime dhe në fundjavë për studentët fierak, sepse duke patur parasysh një pjesë e punonjësve ose njerëzve që janë të interesuar kanë mbaruar një nivel universitar dhe kërkojnë një nivel të dytë ose të tretë, atëherë do të kenë mundësi që krahas punës që ata bëjnë, të kenë mundësi që të vinë edhe të arsimohen më tej në universitetin tonë. Programi bachelor i shkenca politiko-administrative që ne ofrojmë në Universitetin e Fierit përbëhet nga 3 vite akademike, me 180 kredite në fund të 3 viteve akademike, pra të ndarë në 60 kredite çdo vit sipas kriterjeve të Bolonjës, të deklaratës së Bolonjës. Ne si departament ofrojmë eksperiencën tonë më të mirë, qoftë kombëtare ashtu të ndërkombëtare. Kemi arritur të bëjmë një ndërthurje totale të këtyre eksperiencave, ku kemi angazhuar dhe pedagogët më me eksperiencë, sepse është një diçka e rëndësishme kur fillohet mbar puna, duhet që dhe eksperienca të bëj punën e vet. Albanian University me 3 filialet në Tiranë, Berat e së fundmi në Fier, në qendër të punës vendosin seriozitetin në mësimdhënie, në vlerësim dhe në gjithë llojet e marrëdhënieve me studentët. Por nuk përfundon këtu investimin në arsim që presidenti zoti Astrid Veliaj e sheh si përparësinë e përparësive. Nuk do të mjaftoj vetëm me godinën e korpusit qendror, por ne do të bëjmë 4 godina të tjera. Do bëjmë korpusin qendror me një universitet tjetër, godinë tjetër, do të bëjmë shkollat mesme, kolegje dhe kopshte parashkollor për gjithë qytetin e Fierit me tarifa sociale për këta njerëz të varfër dhe të pasur të Sakarina. Ky është Universiteti i Fierit, një tjetër shembull i standardeve të arritura në infrastrukturë dhe mësimdhënie, një hap përpara drejt Shqipërisë europiane.